Kena bojë 63, faceliftin W212 CR-n, po ky sot mi është nivel tjetër edhe është shembull se si duhet me i majt paka shumë makinat. E63S 2016-ës, po ky nuk është stok. Stok janë 585 kuaj këto, kurse kjo është stage 2, është një 720. Duke fillu të gjoja që bjen sy më shumë, kjo i ka ca gjona të vogla të lezetshme të bome, po pa ndryshuar atë të fabrikës. Është ul mrapa, është nivelin më të ulët mundshëm. Këtu duhet me përdorë këtë lloj niveli që është vetëm për pistë, edhe të kesh rrugë të mirë pa luhatje, se kjo është si në shina shko pastaj, po pati luhatje ngre direkt. Diset janë 19-që, gomat Michelin, sa janë vu, edhe bëjnë diferencë shumë, se ka shumë fuqi kjo, është 720 kuaj. Gjitha gjonat i ka stok të veta, to pjesë e karbonit i ka vetë fabrikës, nuk i është tua si gjo, edhe bedgji këtu si është ndryshu, nuk është prek si makinë, dritat LED inteligente normalisht. Para është bo grilla blackout e këto pjesët, rreth e qark, po nuk është bo as front lip shtes, as me ndru maskarinon, është vesh me të zez, po është majt ajo që ka të vetën. Edhe kur e shef, është jo e bukur, po është super e bukur, më e bukur se çka dal nga fabrika, se kjo e ulmja jep më shumë pamje. Janë vu dhe distancier, edhe tash janë mush gomat, se zakonisht i kanë më të fut me mrena, po kjo e rregullon pamjen. Është edhe me xhama të zi, është super e bukur. Më thonë, pranej thash është si shembull se si duhet me i majt makinat. Makinat e kësaj kategorie të paktën, se fakti që u kanë ra pak çmime në treg edhe janë bo më të lehta për t'i ble, jo domosdoshmërisht do të thonë që është e lehtë për ta majt. Për ta majt tamam si duhet, prapë të kanë shpenzimet e veta. Edhe mrapa këtë bishtin, siç e ka të fabrikës të vetin, E63S, difuzori ka këtë pjesën e karbonit. I është bo downpipe, janë vuas marmita brabus me koka, si gjo, si që ka të vetat, ato janë majt.